Unë falenderoj shumë Magron që ishe sot në emision me neve. Ju falenderoj për ftesën. Ishte shumë kënaqësi. Edhe shpresoj që me këtë mos ta ndalesh me kaq. Fatkeqësisht nuk është një piano, çdo se kisha mujt me lujtë ne. E thash edhe unë para se të vijë, thash gjuna që se kemi një piano edhe me lujt bashkë me profesorin, po nuk do të thotë që s'kemi ardhur prap, edhe s'do me thonë që s'blejmë piano kurrë. Edhe kur ta blejmë pianon të ftojmë, pse jo me na relaksu pak edhe audiencën tonë me këto këngë kaq të mira që i ke përzgjedhur. E shpresoj ato tjera që kanë me 30 sa vjen, jo 29. Ta që 29. Ato tjera të vinë shumë shpejt me librin e dytë. Po, megjithëse jam pak i dekorajuar se duhet shumë punë, po menu që unë kom mendu ato me pas krejt me një libër, po të shoh se unë gjithmonë lodha pak mandej. Një orë piano dhe relaksohesh. Hajtë se përboj, harron. Jo, nuk duhesh me u lodh, sepse po e tham kështu në tojza e bashkë ndaj studentëve ta marrim këto, sepse e ke lehtësu punën shumë krejt atyne që dojnë me partitur përpara, me interpretu bazën e këngës ashtu siç është pa ndryshuar asgjë. Kështu që faleminderit shumë edhe që ishe, po edhe për këtë dhuratë kaq mirë për studentët e muzikës. Faleminderit. Dashur miq, kemi qenë kështu së bashku me Agron Shujaku, është pianist, pedagog dhe një prej atyre që ka mendu dhuratën mas simpatike për studentët e tij. 21 këngë të dashura për pianon e gjeni në librarin Dukagjini për ta blerë shumë shpejt, ndoshta nëse rregullohet edhe në mënyrën online të porositjes së këtij libri, po deri atëherë gjeni te Dukagjini. Ne po vazhdojmë me diçka tjetër, po shkojmë bashkë tek Albelina Shabani Lazi, nutricionistja jon, për të parë se çfarë do na flas sot e çfarë do na gatuaj sot.